Mirë se vini te Radio Lindja, pra ja edhe vetë kënga po na bën një mirëseardhje, ashtu që këtë mbrëmje pas informatave që i patëm dhe mysafir në studio kemi lajmëruar pra që do të kemi një temë shumë interesant që është interesant për gjithë ne. Si individ, si firmë, si kompani, gjitha ato, edhe është ajo e mira që kemi personin pra me kompetencë shumë të lartë për me na ndihmu neve, firmave, gjitha atyre, sepse ajo është që kena nevojë shumë. Sonte me ne është i mirënjohur, tash shumica e din, Bujar Shala pra i cili ka një bagazh të madh në ekonomi, ku ka filluar pra si ekonomist kryesor në partinë që ishte 8 vjet në qeverisje në Norvegji, partia Høyre, dhe ka dale me kompanijat e veta edhe tash kompanin pra në kontabilitet ose regnskapsferë. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjetme. Mirëmbrëma Bujar edhe nga ana ime, kështu që sonte do të debatojmë për diçka tjetër. Ne tham a lush të trajtojmë edhe ti ndoshta në program të flasim për politikë. Bujari ka ardhur nga vendet tona, që ka vizituar Shkupin, Prishtinën, domthonë vendet apo qytetet vilajeteve tona. E kështu që ndoshta i ka pëlqyer, ndoshta si ka pëlqyer, ndoshta do ta lidh me temën edhe kësaj, po prapë po i kishim asaj që edhe kem lajmëruar dhe kem paraqit në programe në portalet tona se do të kemi mysafir bujarin ku do të flasim në aspektin ekonomik. Shumica shqiptarëve tani kanë kompani ndryshme në Norvegji, po edhe shqiptarët në tërësi kanë borxhe në këtë shtet, punojnë, harxojnë dhe kështu që është mirë ta dimë se sa ku jemi te punat atimeve, si duhet i menaxhojmë ato, si duhet i rregullojmë edhe kush mund t'i priktin punën më së miri, edhe në shumicën e raste e dimë se njerëzit si bujari me kompetencë mund ta kapë çdo secili atë ndihmën e duan. Normal, pra edhe ajo është që të jetë tema sonte ku bujari është kënaqësi pra që më në fund ne kemi plot njerëz që merren me kontabilitet mirë, po ajo ndihma që duhet të afrohet, ata i kanë me siguri punë të tjera që nuk e kanë atë kapacitetin dhe mundësinë për me na ofruar atë ndihmën. Puna e kontabilitetit norvegjisht regnskapsfører tregona poshtë pak në pika shkurta se çfarë është rëndësia më e madhe e asaj. Rëndësia më e madhe e kontabilitetit në regnskapsfører është që me u siguru që ekonomia e kompanisë ose ekonomia e individit, personit fizik është raportu edhe dorëzu në shtetin norvegjez përputhje me rregullat. Dhe kontabilisti ose regnskapsføreri, si thoi norvegjisht, është një profil i cili është i specializuar për këtë gjë. E tha nuk kjo nuk do me thonë që duhet se s'ban me një regnskapsfører ose një kontabilist që i bën këto gjëra, por rregullat e regnskapit edhe të kontabilitetit për persona edhe për firma dallojnë edhe varet nga kompleksiteti i tyre për me bë dallimin se ku duhet me u përdor ekonomisti edhe ku çka mund të bëjë njëri vet. Kjo është ajo gjëra kryesore. Pyetja tjetër Bujar, cilat janë gabimet më të zakonshme që bizneset shqiptare i bëjnë në tatimet në Norvegji? Për tatimet në Norvegji pra. Gabime ka disa, nuk di jam mund të më thon gabime, po mund të më thon gjëra të lëndura masdor, lëshim. Është e para të bëjmë me afatet. Afatet për sa i përket raportimit në shtet janë pa diskutueshme. Da me thonë që edhe me një ditë vonesë ti pagun gjoba. Po gjoba nuk është problemi më i madh. Gjoba është ki bën një vonesë, pagun gjobën, jena krejt okay me shtetin norvegjez. Ama në momentin që ti ki pa disa vonesa, ti nuk je ma nuk je ma një klient po që i shtetit norvegjez legjitim për me dashur me pas lehtësime tjera. Për shembull, nëse ti ke një firmë, një aktivitet vogël, nuk ke nevojë me dorëzu raportin e momsit të vëshën çdo 2 muaj, mundesh me kërku me dorëzu një herë në vit. Po për me dorëzu një herë në vit, duhesh si një vit ta kesh dorëzu çdo 2 muaj brenda afateve. Nëse ti nuk e ke dorëzu brenda afateve, atëherë je i detyruar me vazhdu me bëj gjë, po në këtë mënyrë ti ke kosto ekstra. Kjo është gjëja e parë me raportimi. Gjëja e dytë është shpenzimet të cilat ato nuk i regjistrojnë sepse i mungon dokumentacioni. Dhe në momentin që ti nuk e regjistron një shpenzim,
në disa vlera të caktuara shpenzimi njifet deri 1.000 kruna, diçka të tillë, ama nuk njifet TVSH-ja, nuk njifet momsi. Në qoftë se ti ke një shpenzim më shumë se 1.000 kruna dhe nuk mund ta dokumentosh që ke në raport me kompaninë, firmën ose atë, atëherë ajo as nuk njihet si shpenzim, po të llogaritet si intek dhe automatikisht të rritet skati. Domethënë, nga pakujdesia dhe mos ruajtja e dokumentacionit dhe mos raportimi i dokumentacionit, rriten kostot, shpenzimet, por rritet edhe skati i personit ose i firmës për këtë mungesë. Dhe kjo është shumë gjëna, domethënë, se janë vlerat mëdha. Çka është e detyrueshme për me u deklaruar në realitet? Në realitet është që gjithçka deklarohet. Po, janë dy momente që janë të detyruar me ligj. Momenti i parë, çdo 2 muaj duhet bëhet raportimi i momsit i TVSH-s dhe një herë në vit, në fund vitit bëhet raportimi i orë shopjere, mbyllja vitit. Këto janë kushtet që vjen shteti. Bashkë me raportimin e vjetor, bëhet dokumentimi. Ama për me arrit këto procese, për me dorëzu momsin, raportin e momsit çdo 2 muaj, dhe me bërë raportimin e vitit, duhet bëhet një punë përgatitore. Ashtu si puna e shtëpisë, për me shiti shtëpi, duhet me ndërtuar shtëpi. Kështu që edhe këtu shteti thotë shtëpia në rastin konkret është raporti i TVSH-s ose raporti ekonomik vjetor, ama të ndërtohet ai raport. Edhe të bëhet ai raportim, personi që e bën atë punë duhet me pas një farë njohurie ekonomike, sepse ti ishte shkolla e bën gjithkush. Është profesion veti. Por këto janë 2 gjanat e detyrueshme. Pjesa tjetër është madhena punë që duhet bë. Edhe neve, sikurse më herët kur e bisedove këtu në fillim, kur ne konsiderojmë një shpenzim të zbritshëm, domethënë fradrak në Norvegji, kur është momenti domethënë për me pasë ka të bëjmë atë. Që një shpenzim me kanë i zbritshëm, duhet me kanë një shpenzim i cili mund të argumentohet edhe mund të lidhet me qëllimin e kompanisë. Qose dikush na ndihmon neve, për shembull, edhe fund kompaninë e vet nemi shoqëqati, jo qeveritare dhe jo profitabile. Nëse dikush ju ndihmon ju dhe me një shumë caktuar, atëherë që ai shpenzim me kanë i zbritshëm, duhet me kanë formën e reklamit të ndihmës. Dhe kushti që atij më u zbrit, atij ose asaj, ose atyre më u zbrit në kompani, duhet që ju si radio duhet me përmend me i bën reklam firmës. Domethënë, nëse ato japin vetëm një ndihmë pa e cilësu që kjo është për reklam edhe për mbështetje, atëherë ata nuk e zbresin. Por nga ana tjetër, ju normalisht ju përmendni njerëzit që kanë nuk bëhet fjalë me bë banera, me bë gjëra, po thjesht domethënë të përmendet dhe padyshim zbritet dhe në këtë rast kosto reale i ulet, i kthehet edhe skati. Edhe kostoja reale përfiton, kështu që vlerë kostoja reale e kompanisë kur kontribon për me ndihmu ju ose organizata të ndryshme si juja është më e vogël se sa shuma që ato japin, se i kthehet. Njihet si shpenzim. Sa kthehet nga ajo 1%? Aja 22%. 22%. 22%. 22% e shumës. Domethënë, nëse ato japin 100 kruna, kostoja aty në reale është 78. Që ajo është e mira që do të thonë shumica edhe kontribuojnë në organizata ndryshme, në ekipe sportive ose në shkolla, në qerdhe e kështu me radhë, ajo është një lloj dygnat ku ti e merr pjesë në shoqërinë këtu në Norvegji, do të thonë, edhe ti je kontribues për që ato edhe i kthejnë ato. Po kthejnë pak të privat, personat privat, për shembull, është shumë interesant se ka njerëz që gjatë vitit, për shembull, i vjen skate kortit në janar, edhe ndonse nuk e kontrollon, e ka pas rrogën më të vogël ose ju ka arrit rroga gjatë vitit e kështu, edhe pas atij viti i vjen me pagu ekstra. Tash ai duhet me pas një kontabilist që i ndihmon në atë mënyrë që mi pasaj ato rregullore që me ditë pse me paguaj ma pak, ose qysh mos mi kthy krejt atë shumën ose hiq. Çfarë duhet me pas parasysh për shembull personi privat? Personi privat duhet të pas parasysh që shteti norvegjez në dhjetor të vitit para ardhës automatikisht çon skate kortin për letrën e taksave për vitin e ardhshëm. Shteti norvegjez nuk e nis krye për emër duke i bë llogarit alushit, betushit ose bujarit, ai niset nga statistika, nga dhanat edhe bën një përllogaritje statistikore. Kështu që e para duhet absolutisht çdo person i cili jeton në Norvegji dhe merr skatekort duhet me kontrollu skatekortin.
Se skatekorti mund vinë me përqindje, mund vinë me tabel, mund vinë një shumë fikse, free court varet se jashtë. Edhe e para është aty në përllogaritjen e skatekortit, aty del sikur ashtu edhe sikur shteti edhe sistemi e ka përllogaritate. Tashti, në qoftë se përllogaritja që ka bërë shteti përputhet me atë që ti mendon ose personi mendon që do jetë intekti të ardhunat për vitin e ardhshëm, atëherë nuk e ndryshon. Por nëse ka ndryshime, dhe në 90% të rasteve ka ndryshime. Ka ndryshime sepse kena blej shtëpi, kena blej makinë, kena ndru punë, banim dhe për personat fizik nuk ka nevojë me kanë shifra të mëdha që bëjnë diferencën. Dhe në këtë mënyrë shteti norvegjez kur e llogarit letrën e taksave, llogarit që një muaj nga 12 muajt do të paguhet gjysmë takset. Kjo s'do të thonë që paguhet taksa më pak, por është llogaritur në totale që paguhet për 11.5 muaj dhe ajo shpërndahet në mënyrë të tillë. Dhe ajo që duhet të pas parasysh gjithë qytetarët është që duhet ta kontrollojnë dhëtor, dhe në dhëtor bëhet kontrolli a vlen kjo për 2026 në rastin konkret apo jo. Po ashtu në mars kur vjen skatopjeri, kur vjen deklarimi i taksave për vitin e kaluar, ka në afat deri me datën 30 prill me bë deklarimin e taksave që kishin vitin e kaluar në raport me atë që ka me kthy ose ka me marr. Dhe kthimi ose jo varet nga situata aty në ekonomike, a kanë blej shtëpi, a kanë pas shpenzime, a kanë pas diçka me qira, janë shumë faktorë, cilët ato mund t'i plotsojnë në mars në prill. Ja këtu kemi shqiptarë, sidomos ne përgjithësi e dim nga përvoja pak se kanë bërë shumë gabime çdo herë. Edhe në shumicën e rasteve këto kanë gjetë zgjidhje, kanë gjetë dëni person, x persona, dikun të më thonë këtu ose në periferi, edhe kanë dërguat selva nivel se si ne edhe aju ka mush domosdoshmë pa pas dieni shumë personave në fjalë, edhe pastaj vente se ta zvoglojnë apo ta rregullojnë si duhet, ata kanë bërë gabime më të mëdha, se ka ardhur me kthye apo edhe kanë zonë atë punën, domethënë e rregullimit atë dokumenteve të paligjshme, edhe i kanë sjell probleme edhe më të mëdha vetvetes. Tash neve ju kemi këtu si profesionalist, ekspert në këtë lëmie dhe është mirë të na shpjegoni edhe një herë pra se çka duhet shqiptar ta kenë parasysh në atë, domethënë në fradrak që zakonisht ne kur aplikojmë dhe bëjmë gabime, sepse janë para pa me jo pendling, edhe më rajse fradrak, fakforening, shumica aseneve për shembull që nashte shumica nuk i ka para pa në këtë formë me shku edhe ja fusin disa asene tjera dhe pastaj del gjithçka gabim. Pyetje shumë e vendmetush, edhe un kam një disa raste fatkeqësisht janë për arsye nga ma të ndryshme, unë nuk du me hinë detaje, por ajo që unë di me thanë është që raportimi i gabum i të dhanave nuk ka shtë asgjë tjetër vetëm se dam për personin. Do me thanë, në qoftë se një person fizik, rasti konkret po të marrim ty me tush, qoftë se ti do me bërë raportimin e taksave dhe unë të ndihmoj ty me bërë raportimin e taksave, unë do futem me bërë raportimin e taksave me emrin e metushit. Dhe në qoftë se unë e baj gabim, ta jap këshilla gabim, për shtetin norvegjez, marrëdhënia e raportimit është mes metushit edhe shtetit. Dhe nëse metushi thot, un kam shku te bujari se është kontabilist, dhe ai më ka dhënë këshill gabim, shteti norvegjez, ti je person fizik, nuk je biznes dhe përgjegjësia është totale e jotja. Ti ke marrë këshilla nga një profesionist. Se ke gjell profesionistin e gabum, është tjetër gjë. Kjo është e para. Ana tjetër, duhet më thonë edhe kjo, që taksat duhen me u pagu. Mirë po, ne kena pritshmëri të ndryshme nga ajo që duhet me pagu, edhe ishim dashur me pagu. Prandaj ka shumë rëndësi pyetja që bani Alushi, që kontrolli i taksave duhet fillojnë qysh një vit përpara, që mos jesh në situatën ku ty të vjen fundi i vitit dhe kemi bë deklarimin e taksave dhe ti ke me kthy 100.000 kruna edhe thu, ç'a më bë si më ul. Sepse nuk është puna si më ul. Puna është sepse ti ndoshta do ta kishe paguar të gjithçysh, por a dash me kontrollu më përpara, ashtu. Dhe për sa i përket fradrageve, zbritjeve janë nga më të ndryshmet. Fradraget janë situata familjare, a je martum, a si je martum, a ke fëmijë, a s'ke fëmijë, a ke barnehage, a ke familjen këtu, a ke familjen poshtë, a je i përkohshëm këtu apo jo. Janë shumë gjëra që janë të karakterit teknik që një konsulent ekonomie, një remskap i din. Por një diçka që vlen për Alushi nuk vlen për bujari. Ka shumë rëndësi me thonë këtë. Dhe kur bëhet deklarimi i taksave, ka shumë rëndësi me u bë si duhet, sepse në qoftë se nuk bëhet si duhet, shteti norvegjez e zbulon këtë dhe e zbulohet, unë po ja them nga ana profesionale, nuk rrin kush me kërku me kontrollu Alushin, bujarin, metushin. Është sistemi, janë algoritme që kontrollojnë numrat ku nuk bajnë sens. Dhe çanoll, ajo
zbulohet gabimi dhe nuk është puna as zbulohet gabimi, është thjesht çështje kohet. Gabimi zbulohet maksimumi vitin tjetër. Dhe jo vetëm që do pagush atë që kishe me pagu, por ke edhe 25% strafeskat. Dhe në momentin që merr strafeskat dënohesh, automatikisht është një farë pullët e kuqe që herës tjetër duhet me kontrollu më shumë. Si i thojmë në Shkodër, pas pula me bë ysh. Ajo që ka shumë rëndësi, mendoj për komunitetin ton, është brenda rregullave të lojës, me raportu në rregull dhe me pagu atë që duhet me pagu. As më shumë, as më pak. Dhe brenda rregullave të lojës, ne jena me fat që ne kena shqiptar, ekonomista që i dinë se çfarë lejon rregulli, por nga ana tjetër edhe komuniteti jon duhet me kuptu që në shtetin e Norvegjisë tatimi, mifitimin edhe tatimi personal është në shtetet ku është në më të mëdha në botë. Domethënë nuk është shteti ku merr shumë e pagun pak. Tu merr shumë po pagun shumë. Edhe duhet me i dal para kësaj pune dhe me nda muj për muj, jo me nda në fund. Është edhe ajo për shembull te prap të individi jemi, pastaj duhet lidhemi edhe pak edhe me kompanijat. Ka njerëz për shembull që edhe nuk e bojnë dert, për shembull edhe i vjen se u mësu me marr 2-3 vjet, ka pak, edhe i vjen për shembull 1 vjet duhet me pagu. Edhe nuk e bën dert ato edhe mundet me pagu, po thomni 10 mikronshë ose diçka. Po të njëjtën kohë, nëse ai personi e ka në interesimin për shembull edhe ka një bisedë me bujarin si kontabilist, ndoshta ai vjen se mi pagu ato 10.000, ndoshta ai merr 5.000. Po. Nëse bën një bisedë me bujarin dhe ja kontrollon komplet atë statistikën e vitit, se ndoshta dikun ai ka pas, ose ka pagu ma shumë, ose ka pas një fradrag, ose që shi bjen shqip fradrag, nuk e di. Zbritje. Alush ti ke krejtësisht drejt, por ne si shqiptar duhet me kuptu diçka. Edhe kjo ka rëndësi me sqaru. Edhe kjo nuk vlen vetëm për bujarin, por kjo vlen për tana profesionet. Me shku te ekonomisti, kur është puna për deklarimi i taksave, është si puna doktorit. Ti shkon te doktori me pyet a jam mirë as jam mirë. Doktori ti shef analizat dhe thotë ti je i smur dhe kemi shku te doktori i zemrës, te doktori i veshkave, i mëlçive, po për vizitën kemë pagu 5 lek. E njëjta gjë është edhe te ekonomisti. Ekonomisti ti kur e tregon problemin, ekonomisti ta tregon, ti duhet me pagu shërbimin. Dhe domthon nuk është puna se atë kthen skat apo nuk kthen skat, pse më e pagu. Domthon ti je tu fol me një doktor, edhe doktori mund thonë je shumë mirë. I kam pa analizat je mirë. Po ti vizitën prapë do ta pagush. Ka rëndësi me kuptu profesionin, sepse kjo është një diçka për me arrit te pyetja, a ke me kthy, a ke me marr, ka bë ai ekonomisti 10 vjet shkollë. Ai doktori 10 vjet shkollë. Domthon është një total gjanash. Shumë prej gjanave pa dyshim mund të bëhen nga personat vet, por sa më e komplikuar me kanë ekonomia secilit, sepse ai ka gruan e ka me leje linjet, ka fëmijë në Barnehage, ka një enkelsman foretak në vedi, ka edhe ka bledhë shpinë, ka një periull me lek prej navit, një periull, fillon e bëhet një kompleks që duhet me ka një person që din për me gjetë atë, edhe me dalë fikse që tha ti që ndoshta ai ka me kthy 10.000, por nëse shef një person i duhur dhe këto gjëra i vën në sistem, ai ndoshta ka me marr 5.000. Por ne duhet me kuptu që shqiptarët në qoftë se nuk kanë një uri personale për ekonominë dhe din me e bë këtë gjë, kanë më levërti me harxhu 1 orë konsulencë te një ekonomist, 1 orë konsulencë, 1.000 kruna, 1.500 kruna, se ai 1.000 krunësh, 1.500 krunësh do t'i kursejnë shumë më shumë lek, ose do t'i sqarojnë shumë më shumë gjëra, nëse nuk din me e bë. Sepse është një soi domon. Po ja, tash prapë te ajo pyetje me popullatën të përgjithësi civile, domon persona civil në Zvicër, dhe Gjermani dhe disa vende tjera të perëndimit, domethënë ata paguajnë tatimin apo skatin fund vitit. Sikurse kompanisë janë këtu në Norvegji, domon edhe persona civil paguajnë fund vitit. A nuk do të ishte më e mirë të jetë edhe kjo në Norvegji, sepse atëherë ashtu do të ulim edhe do ta kontrollojmë këtë punë, edhe do të vimi domethënë aty ku duhet. Apo është paqëdrësueshme në Norvegji të paguhet çdo muaj? Ka dy modele. Në momentin që ti je rrogtar, dhe merr rrogën diku, shteti norvegjez e ka të detyruar që ti më e pagu çdo muaj. Dhe arsyeja që ti ke më pagu çdo muaj është sepse kështu është ndërtu sistemi këtu dhe në fund vitit bëhet një bilanc.
Por në momentin që ti ke enkelësman foretak, ke një biznes privat, por jo kompani aksionere, ti ke mundësi me pagu një herë në vit. Ama, kushti kryesor për me pagu një herë në vit, është që ti duhesh me pas mjaftueshëm ekonomi që çdo muaj me rujt lek, me nda lek, që kur vinë fundi vitit, ti kesh ato lek. Sepse, pavarësisht se teorikisht kjo funksionon, shteti e din që nuk don me të vu në një situatë ku ti vjen fundi vitit dhe nuk i ke ato lek, sepse i ke harxhu. Kështu që kjo lidhet pak edhe me atë. Në fund vitit bëhet rakordimi i vlerave, edhe thohet pak më shumë, pak me pagu. Por nuk është vetëm për kompani që janë ekziston foretak mund bëhet më pagu një herë vit. Se përket bizneseve këto shqiptare, specifikisht në Norvegji, cilat rregulla norvegjeze shpesh kesh kuptohen nga emigrantët tonë shqiptar këto apo biznesmenët tonë shqiptar? Ma merr mendja, kemi shumica nga ata në nuk e dim arsyeën sepse falimentojnë, kem dëgjuar për shembull ka pas këtë vit këtë firmë e ka dërgu në falimentim para vitin e ardhshëm, prapa të dhëm, a ka të bëjë me gabime apo ka të bëjë edhe me qëllime, duke marrë domethënë në këshilla nga ekspert selemie. Unë ma merr mendja që përgjigjja është pak mikse, ka disa arsye, me lidhë me fillu me falimentimin. Unë mund me thonë që pa dyshim me falimentu një kompani, çdo person që mendon me falimentu një kompani duhet me mendu mirë, sepse ka pasoja, sepse e para është një kompani mund të falimentojnë sepse nuk ka treg, nuk ec biznesi, edhe është krejt normale. Ama, ne mos të harrojmë, sepse një person në Norvegji, i cili është 100% aksioner, është styre leder, është edhe dagli leder, edhe kryetari i bordit, edhe drejtor administrativ, që shumë kompani shqiptare e kanë këtë, se janë kompani të vogla me 2-3 vetë. Pavarësisht se ti e falimenton firmën, qoftë edhe për arsye tregtare, përgjegjësia për borxhet e firmës është personale. Domethënë nuk i shmangesh. Ndërkohë që në një kompani aksionere ku dikush tjetër është antar i bordit, dikush tjetër është administrator, dikush tjetër aksioner, shpërndahet. Dhe janë të fol gjithmonë në momentin që kompania falimenton sepse nuk funksionon tregu. Në momentin që njëri e falimenton kompaninë për arsye X, ka një pasojë sepse shumë prej atyre personave të cilët e falimentojnë kompaninë sepse mendojnë që është më e mira për ta, vetë i pullë kuqe dhe këto persona kërkush nuk flet për këtë. Po këto persona s'kan më drejt me hap kompaninë emër tyne. Ata mund thojnë hapim kompani. Po ka një kështu karantenë tit, se kur ti ke falimentuar një kompani, jashtë rregullave tregut lirë, atëherë ti ke bën ke thy ligjin dhe ty nuk të lejohet me hap kompani. Për një karantenë tit. Dhe këto janë gjëra që nuk fliten shumë. Njerëz thonë myllaj kompani, hapa i tjetër, por bëme po e ka myll ky, e ka hap në emër të gruas, e ka hap në emër të vllajt, por në emër të vet, jo. Gjithmonë nëse ti ke bë falimentimin kundrejt jo në raport me rregullat e shtetit. Kjo është një ndër gjërat e para, njerëz mendojnë që është. Kështu që unë i bëj thirrje tonëve që kompanitë shqiptare, nëse shkon biznesi nuk ec mirë, është krejt legjitime me shpall falimentin sepse e lejon ligji dhe duhet me fol me një specialist që më bë këtë mënyrën më të duhur, por jo në mënyra tjera. Një ndër gjërat që unë desha më thonë për kompaninë shqiptare që është me rëndësi me kuptu, është rolin e ekonomistit. Ligji norvegjez e lejon që çdo kompani mundet me marrë bilancin vet. Praktikisht, në teori, nëse çdo kompani e ka një person që din ekonomi, nuk ka nevojë të përdorë inspektor. Ata nuk kanë të drejtë me shit si shërbim, por vetë munden me bë. Dhe kur mendojmë që shumë prej kompanive shqiptare janë me 1 punëtor, 2 punëtor, 3 punëtor, 4 punëtor, ato shumë prej gjanave munden me i bë vetë. Nuk kanë nevojë për të pasur një kompani eksterne të jashtme kontabilitetit. Ama ata mund të kenë një kontabilitet si puna bujarit ose një bujar tjetër që i ndihmon, sepse kompanitë e kontabilitetit, si patet i 3 punëtor, si patet i 10 punëtor, shpenzimet janë njësoj. Dhe firmave të vogla nuk i intereson, nuk kanë ekonomi për marrje. Kështu që shumë prej shërbimeve të kompanive të vogla, kompanitë mundën mi bë vetë. Regjistrimin e faturave, faturimin, mbledhjen e dokumentacioneve, që janë punë mekanike që një ekspert ekonomie, si puna eme, unë mundem me ja tregu dhe ai e pagun shërbimin një herë, po më e bën vetë, s'ka më nevojë, domethënë është po në këtë mënyrë kursen lek. Kompanitë e mëdha
Po dyshim ka nevojë për ekonomist dhe ka nevojë edhe për revizor, audit, si i thonë në shqip. Po ajo është mbi 7 milion, ajo është një biznes tjetër dhe janë kompani të mëdha dhe po dyshim që ato kompani i duhet. Por mos harrojmë që pjesa e madhe e kompanive shqiptare në Norvegji janë kompani të vogla. 1 punëtor, 2 punëtor, 3 punëtor, 5 punëtor. Edhe unë mendoj që shumë prej këtyre kompanive kanë leverdi me kontaktu një ekspert ekonomijet, me i mësu çfarë mund të bëjnë vetë. Dhe deklarimin e momsit një herë në 2 muaj e ban ekonomisti, mbylljen vjetore e ban ekonomisti, po ata gjëra të tjera që janë mes mund t'i bëjnë vetë. Bon, se nuk Ku ishte edhe pyetja e faturimit, për shembull, çfarë do të bëhet në atë aspektin që të pranohet të po të jetë valide para shtetit norvegjes një faturim i tillë. Kemi programe të ndryshme tash të faktura që i përdorin kompanitë, po edhe bankat ofrojnë. Shteti norvegjez nuk të vën kushte se çfarë programesh me përdortin faturim. Shteti norvegjez të vën kushte se çfarë informacioni duhet të pas fatura. Po pra pyetja edhe në atë se ç'është valide që të qëndrojnë atë faturë. Ke shumë programe falas për faturimin. Sa më shumë që duhet bash ekonomi, aq më shumë duhet paguash për sisteme, por pjesa e madhe e firmave mund të përdorojnë programe falas. Po ka shumë rëndësi që informacioni që duhet të jetë çdo faturë duhet të jetë kush faturon, firma, numri organizacionës numër, numri organizacije firmës. A është firma me moms apo jo, ka shumë rëndësi. Adresa e firmës, emaili i firmës, numri i kontaktit dhe duhet të jetë përshkrimi, duhet të jetë përshkrimi për çfarë pune është. I specifikum duhet të jetë data e faturës edhe data e pagesë. Është informacioni zyrtar që kërkon shteti, numri i llogarisë ku duhet të jetë dhe numri i llogarisë duhet të jetë numri i firmës, nuk mund të jetë numri i llogarisë privat. Duhet të jetë i firmës. Domthonë, është informacioni bazë dhe këtë informacion bazë, pjesa më e madhe e programeve të ekonomisë e kanë standard. Edhe kanë falas. Do të jenë çdo dokumentacion bilag, domethënë shpenzime. Absolutisht çdo dokumentacion bilag. Rregulli e thotë që çdo dokument, çdo firmë është detyruar me pas dokumentet për 5 vjet. Dikur rregulli ka qenë që do të jetë 5 vjet fizikisht. Po. Ka ndryshuar dhe tash mjafton me kanë elektronikisht. Kështu që mjafton me bë fotografi, me bë bilag, me fut në sistem dhe kur e ke fut në sistem, ama ka shumë rëndësi që në qoftë si një kompani e fillon me një program, po thojmë një program që përdorin shumë shqiptar, fiken ose konta fatura. Dhe në një moment të dytë, pas 2 vjetëve do me kalu në Visma ose në Triple Tex ose Power Office, varet cili program është. Atëherë duhet që i gjithë informacioni që ka kanë te konta fatura ose te fiken duhet transferohet te këto sepse çdo biznes që është kompani aksionere ka për detyrë ligjore për 5 vjet me ruaj dokumentat. Domthonë ka shumë rëndësi, nas duhet të harrojmë historikun. Historiku ka shumë rëndësi sa përgjegjësia ligjore, se kur vjen kontrolli nga shteti, edhe do të vinë kontrolli nga shteti, si kontroll rutinë, ti nuk ke nevojë me bë diçka gabim. Është kontroll rutinë sepse kur vjen kontrolli nga shteti, atëherë është detyra jote, përgjegjësia jote si biznes me deklaruar që ti ke ruaj dokumentat për 5 vjet. Si ruan si ke, a i ke letër, a i ke online. Ti mund t'i kesh në letër, por shteti thotë i ke online, po deshe. Kështu që kjo ka shumë rëndësi me të shmu. Po, cilat gabime çojnë pra në kontroll nga skat etat, për shembull, sidomos te TVSH-ja? TVSH-ja është absolute herë në gjërat e para. Në gjërat e para. E dyta që çon në kontroll ose më saktë në inspektim arsy është ato si thonë variacionet e mëdha në skat. Sepse skati paguhet, kur skati nuk paguhet në kohë, bëhet çdo 2 muaj arbeidsgiveravgift e ferie penger që janë mbi rrogat, edhe ato po ashtu, edhe skati që paguhet në bazë të deklaratave. Nëse ti vitin e kaluar ke deklaruar që fiton po them 1 milion kruna, dhe këtë vit ti deklaron 0, vitin tjetër deklaron 1 milion, vitin tjetër deklaron 0. Domthonë, në momentin që shifet që është diçka, sepse kjo është një algoritëm me tush, nuk është një person që rrinë mendon. Është algoritmi që e shef a është e bame apo është e tregut. Në momentin që ti e shef që kjo është diçka që mund të jetë e sajume, atëherë, ajo që mund të çojnë kontroll është rrogat. Nëse ti je një firmë e vogël. Dhe ti je firmë bojaxhish. Dhe ti i vën rrog vjetore, i vën rrog vetit 100.000 kruna. Ti nga ana ligjore nuk je gabim. Se ti je firma jote, ti mund t'ja vësh sa dush. Ama, nëse ky 100.000 krunësh përdoret nesër kur del nav,
përdoret nesër që ti me marr borxh te banka, ti automatikisht atëherë nëse një BHG me një firmë me 3 persona e vën rrogë vetë 100.000 kruna, atëherë doktori nuk i merr 100.000 kruna. Atëherë kuptohet që kjo është atëherë ti shteti nuk të thot mos i merr këto lek. Sepse tatimi i mirë rrogën dhe tatimi i yt byte është njësoj, shteti thot vënë një rrogë normale që është për kyt dhe fitimi nxirret ti, domthon ti prap merr këto lek. Domthon ka shumë rëndësi me kuptu dhe këto janë gjëra që ndaj si një llam të kuqe edhe ato vinë me pyet. Jo si ki bë diçka gabim. Po ti indirekt i thuaj të më kontrollo. Sepse rrogat raportohen çdo muaj dhe ajo që ne do ndodhi nga 1 janari 2026 është që skati i rrogave, taksat e rrogave, përpara çdo kompani ka pas një llogari të veten dhe ti kur ke paguar rrogat e punëtorëve, e ke kaluar skatin te llogaria dhe atë llogari një herë në 2 muaj shtetit ka çu faturën. Tash nga 1 janari 2026, janari do të jetë muaj i provës, kjo pagesë do bëhet direkt te shteti. Domethënë nga momenti që ti paguan rrogën, shteti din automatikisht sa lekë ke dhënë bujari, sa i ke dhënë alushit, sa i ke dhënë metushit. Dhe ka shumë rëndësi që rrogat me kanë reale në raport me punën që bëhet. Edhe kjo është një arsye. Por detyrimet kash i shtetit, momsi, të vëshëja, skati, tatimi, arbeidsgiveravgift, që është për rrogat, edhe feriepengar, edhe këto pagesat, këto janë 4 arsye kryesore që shteti futet me kontrollu kompanitë. Sepse shteti do mu siguru që punëtorët janë pagu, por edhe kompania ka pagu detyrimet e veta, sepse e ardhuja kryesore e shtetit norvegjez është momsi të vëshëja, 25%, domethënë çdo gjë që nol Norvegji, 25% është e shtetit. Në ushqim është më pak, 12-13%, por në total edhe shteti është interesuar me marrë këtë. Kështu që kjo është kryesorja. Edhe këtu ka edhe disa vështirësi. Një pyetje pak më thjesht në atë aspektin e punëtorëve të ndomë si kemi në shumicën e kompanive, pse ato shtetëror mund të themi apo kompanitë më të vegjël, kanë orarin e punës 100%, por shumicën e rasteve ju jepet një mundësi ose edhe kërkohet nga punëdhënësit që të punojnë ekstra, domethënë të vazhdohet orari i punës. Në disa raste paguhet ajo me 50% nga ajo paga normale, apo mbas orarit edhe ditëve, domethënë 100%. A ja vlen punohet këtë drejtim sepse shumica rastojnë si ja vlen me punu se paguhet s'ka më tepër, s'ke lavërdi nga kjo, ana tjetër thotë po do t'i mish to prapë se do të kesh feriepengar kur bistu merret, para të pushimit. Unë mundem me thënë që përgjigja e kësaj është a ja vlen me punu, përgjigja është po. Duhet gjithmonë me ja vlet me punu. Ajo që ti mundesh me thënë është a ishte dashur të marr më shumë. Po, ishte dashur të marr më shumë. Sepse overtid, ora jashtë orarit paguhet shtesë. Ajo që u ndesha me saksu, faleminderit për pyetjen se është shumë interesante. Ka një diçka. Na kena 2 situata. Kena situatën kur punëdhënësi ka nevojë për punëtorin, por kena situatën tjetër kur punëtori ka nevojë për punëdhënësin. Tashti, në momentin që punëdhënësi firma nuk i thot punëtorit ti ke me punu, domethënë nuk e detyron, nga ana ligjore firma nuk ka të drejtë me pagu overtit. Ka shumë rëndësi me thënë këtë. Ama nëse punëtori do me punu, se punë ka, se i thot ai, unë do punoj thot kështu, është i lejum, ama ajo orë që punohet, ai mund ta marrin avspasering, se futet brenda asaj që quhet fleksitit. Dhe ç'a nol që ka shumë shqiptar që punojnë ligji e thot me punu 165 orë në muaj, ai ndoshta bën 200 orë në muaj, ama ka shumë rëndësi që kur bëjnë pushimet, ai mos më bë 5 javë pushime, po më bë ndoshta 7 javë pushime, 8 javë pushime. Dhe është brenda ligjit. Ama kushti që me funksionu kjo gjë është që punëdhënësi nuk e detyron punëtorin me punu. Se në momentin që punëdhënësi i thot punëtorit ti ke me punu nesër deri në orën 8 darks, atëherë punëtori ka drejtë të marrë overtid, punë jashtë orarit. Ama nëse punëdhënësi i thot punëtorit ti mor djali mirë në orën 3:30 kemë shku në shtëpi. Jo, unë du me punu. Punoj thot, shkruaj ato 2 orë, ato 2 orë do të paguhen, ama ato 2 orë do bash pushim. Domthon shkon orë për orë. Kështu që a ka leverti? Po dyshim që ka leverti, sepse ora jashtë orarit taksohet më shumë, por janë feriepengar që merren dhe merret 1 lek më shumë se sa është marrë përpara, ose merret pushim më shumë. Kështu që po dyshim që ka leverti. Është një pyetje tjetër, nga jeta e përditshme dhe nga ato funksione që kemi ne për kompani. Ka raste ndryshme i ofrohen pensioni, domethënë që në Norvegji mund të kërkohet ajo 60-40, domethënë AFP po, 62 vjeç. Edhe në shumicën e rasteve, edhe pse dikush ndoshta nga shëndeti nuk është mirë, ka dëshirë ta lën punën atë moshë, po thotë ja kam borxhe shumë. Edhe duhet vazhdoj të punoj për shkak se nëse kaloj natë,
puna e grumbullimit legëve në atë arkën, domethënë e pensionit apo pension kase si thonë në Norvegji, nuk e ka arritë aq edhe ku ta ban atë llogarin, del minus 10.000 apo 15 diku 20 krona dhe thotë vazhdoj të punoj. Domethënë edhe rroga bazë është më e mirë të jetë rroga bazë në një nivel caktuar për ta krijuar mundësinë e pensionit pastaj të plot apo të punohet me orar ekstra me fleksibilitet. Unë du me distu se janë rregullat e para. Kur flasim për pensionin, duhet me menu kohën. Për me marrë një pension të plot në Norvegji duhen 40 vjet. Da me thonë, në qoftë se emigranta shqiptarë nuk i kanë 40 vjet punë tu, nuk ka rëndësi sa ke rrogën. Ti pension të plot për rrogën që ke nuk ke me marrë. Okay, sepse e ke rrogën e madhe, ke borxhin e madh, ke shtëpinë e madhe, kështu gjithmonë aty. Po ajo që ka rëndësi më thon për pensionin është sepse kur njëri nuk i ka këto 40 vjet. Atëherë ka shumë rëndësi me u bë kjo që sa po thati, me punu overtid, me punu ekstra, edhe kjo ka shumë rëndësi. Ama në lidhje me pensionin duhet të them diçka. Ka shumë shqiptarë që në punë marrin bonus. Bonusi nuk je pik pensionit. Domethënë, nëse një firmë nuk regjistrohet për pikë pensionit. Për pikë pensionit llogaritet vetëm rroga edhe overtid, jo bonusi. Domethënë, nëse ju merrni rrogën muj për muj, edhe shefi, pronari ju jep 10.000 krona. Shtesat që janë ti lega llogariten, çdo gjë llogaritet. Ama bonusi jo. Domethënë, nëse unë du më dhon punëtori 10.000 krona në muj për qef. Bonus, dhurat, ato llogaritet, paguhet skat. Ashtu, po. Skat paguhet, po nuk llogaritet për pension. Kështu që nëse ka prej atyne që e kanë rrogën të bazuar që muj për muj marrin edhe rrogë edhe bonus, se mund thonë që ka ec projekti mirë, do i japim. Ama ato lek që merren bonus nuk shkojnë për pension. Kështu që shqiptarë që nuk i kanë 40 vjet punët, për me marr pensionin e plot në Norvegji, duhet të punojnë sa më shumë që të bëjnë ort për me ashtu. Dhe AFP-ja 62 që lejohet me dal. Situata është bëjë e komplikuar kur bëhet fjalë për llogaritjet, po kjo vlen në shumicën e rasteve për njerëz që i kanë 40 vjet punë dhe njerëz që punojnë në shtet. Për njerëz që punojnë në firma të vogla private dhe nuk i kanë 40 vjet punë, dallimi nga mosha 62 deri në moshën 67 e bën që pensioni mujor ka me dalë shumë i vogël. Domthonë nuk ja vlen për 5 vjet, domthonë se nuk ka se ti po hub 2.000 krona në muaj edhe hajde po dalim. Po ti mund të hubish ndoshta 10.000 krona në muaj. Kështu që prandaj je i detyruar sepse ato shqiptar kanë armë vonestu, kanë borxhin e shtëpisë edhe nuk ashtu. Ama e thanun kjo për me përfundu këtë pikë, Norvegji lejohet momenti që ti ke marr pension, lejohet me pas mundësi me punu edhe ekstra. Që me marr prap një rrogë pa e hub pensionin. Deri në çfarë gradet mundesh me punu, kjo varet nga lloji i pensionit që ke, nga situata. Por mos harrojmë që kryesori është 40 vjet duhet punë për të marrë pension plot. Mirë, tash 40 vjet për pension plot. Po ajo pensionet minimale në Norvegji kush i merr? Pensionet minimale është një kombinim duhet me thënë që fusha pensioneve është shumë e komplikuar. Është shumë e komplikuar. Unë kam kanë në disa institucione që janë marrë me këtë punë, kam pas përgjegjësi për llogaritjet. Pensioni minimal në Norvegji është një kombinim i minimumit jetik me minimumit pensionit tatë. Da me thonë, me marrë një rast shumë konkret. Kena një shqiptar që ka në Norvegji para 20 vjetëve. Ai ka punu dhe përfiton pensionin X. Tashti pensioni gjithashtu minimumi jetik me jetu në Norvegji është po thojmë 15.000 krona në muaj. Dhe ai është nëpërmjet socialit, që pagun shtëpinë, tërta merr tam tash, total me radhë. Tash nëse pensioni këtij këtu i del nën këtë shumë kështu, atëherë është pjesa e shtetit komunës që e mbulon atë. Ndërkohë që nëse një person i ka plotsuar vitet e punës, jo 40 vite punës, por ka punu plotsuar vitet e punës, dhe ka një pension minimal i cili është pensioni moshës, pensioni moshës, ai pension mund të jetë mbi minimumin jetik që ka sociali, por nga ana tjetër është pak sa i fije vetëm sa më e kalu minimumin jetik. Dhe ai mund shkojnë, ke njerëz që kanë marrë pension me 10.000 krona, me 11.000 krona, ke edhe me 8.000 krona, ai nuk i del ai pension. Por shteti thotë ty nuk të del ai pension, ke me shku social, edhe ke me marrë. Ndërkohë që kur ke vitet e punës, shteti norvegjez thotë që a ke punuti me 5 krona orën, a ke punuti me 10 krona orën, a ke punuti para x viteve, se mas harroni, kur flasim 40 vjet, 100 krona sot nuk janë si 100 krona dikur. Duhet me ballë vlerësimi. Ato thojnë minimumi, po e plotsova atë ti do marrësh 20.000 krona në muaj.
Ke me marrë 20.000 kronë çmuj. Ama ky 20.000 kronë çmuj, po them si vlerë, mos u kapni të 20.000, kjo nuk vlen për ata që nuk kanë vitet e punës. Kështu pensioni minimal nuk vlen nëse nuk ke vitet e punës. Se po ti ishte ashtu, atëherë vinë krejt këtu punojnë një muaj, një vit edhe marrin atë. Kështu që ato marrin pensionin që përfitojnë nga vitet që kanë punu, plus marrin edhe ndihmën nga shteti për me plotësu minimumin jetik. Plotëson vetëm diferencën. Atëre është mirë pra që ta cekim se bujari që është sonte me ne këtu është se për ata që ka nevojë për kontabilist, ekonomist për shembull, për privat person ose për kompani, tash bujari e ka edhe kompaninë e vete, edhe është mirë pra me kontaktu bujarin, megjithëse është duke punu edhe me portalin web ku do të hyni aty edhe caktoni kohën ose kontaktoni, po të njëjtën kohë mund ta kontaktoni edhe përmes telefonit, e gjeni, i ka numrin e shkon Bujar Shala edhe del numri me nere, edhe kontaktoni, pastaj një bisedë është e mirë me bo, sepse gjithmonë diçka del që mundet bujari me tregu ose me të këshillu diçka, që ti me pas ma mirë, me ditë ma mirë për ekonominë tonde edhe për tatimin ton ose skatin që i thojmë këtu, që është shumë e rëndësi, mandej vinë shumë sene tjera ndoshta që nuk i kupton, edhe nuk i din për çato bujari që tha dikush ka shku 10 vjet shkollë për këto, edhe i ka mësuar çat ligjin pik për pik ku ai ta tregon rrugën ose kanalin i cili është me shku për shembull ose me ardh deri aty. Është shumë e rëndësishme, sidomos për ata që afrohet pjesa e tatimeve të kompanive, fundi vitit është mirë ka dale me bëni telefonat edhe me kontaktu bujarin, edhe aty me siguri e gjeni një marrëveshje shumë të mirë. Të njëjtën kohë për ata persona privat ose individa që janë në mars, a ke ashtu të bujar? Në mars fillon ajo pjesa ku e din sa kime marrë, sa kime kthy, automatikisht në çat javë që të vjen letra, edhe e din sa kime marrë ose sa kime kthy, po edhe që kime marrë, nështë ta mund edhe ma shumë e marrë, po nuk e din, atëherë është mirë me kontaktu bujarin për shembull edhe ti tregon ato sendet që ndoshta tjetër herë bën vetë. Po fillimi gjithmonë është mirë me kontaktu ekonomistin ose kontabilistin që quhet Regnskapsfører. Kjo është me rëndësi, sepse është njëjtë si te mjeku kur shkon, edhe është mirë të me shku edhe te një Regnskapsfører, edhe e ndi vetëm ma shëndosh ma mirë, edhe nuk të vjen ai stresi që ma ndin me shku te mjeku për me marrë diagnozën. Kjo është ajo e vërteta që është në Norvegji ku po jetojmë këtu ne. Po pra, neve edhe ashtu shku në pyetje edhe përgjigje më shumë në atë aspektin profesional të rolit që ka vetë bujari këto, që shumicën e rasteve ndoshta kem prek nga ato tema që e preokupojnë çdo shqiptar këtu në Norvegji. Kjo mund vlen ndoshta për shtete tjera ku ta ndëgjoj bujarin se ka lidhshmëri, ndoshta edhe shtete tjera këtu të afërta, po edhe shtetet tona atje, po sidomos ke shtet ku ne jetojmë nuk ka bëjmë shumë me ligjin se ligji janë mbi gjitha. Edhe kështu që është mirë të respektojmë ligjin, po të respektojmë edhe personat përgjegjës për kësi punë të cilët mund t'ju ndihmojnë, çdo secilit në çdo me edhe mundësi tash i kemi shumë të mira. Mund të kyçni edhe online, besoj që bujari ju jep mundësinë çdo secilit edhe me kyçje online përmes Teams edhe të jap një shpjegim të mirëfillt rreth detyrimeve që ka ndaj shtetit, por si person civil pa apo edhe kompani, kështu që është mirë mos ta hutoni veten duke kërkuar ndihmë ose ta bëni gabim vet, sepse mirë tha dhe bujari merret, përgjegjësia është personale, kështu që është mirë të konsultoheni paraprakisht që ta mirëni informatën edhe përgjigjen e duhur që është në kohë, që mos ketë pastaj ato algoritmat e shtetit na dalin dallash e pastaj thonë që jashi bujari çka mbani apo filani tjetër. Atëre edhe disa pyetje pak ka dalë për fundsu, sepse normal që kemi bërë një bisedë shumë të mirë, po ka dalë do të bëjmë edhe shumë biseda tjera në të ardhmen. Bujar, për shembull, çfarë është gabimi bazë që ne individ në skat e bojmë, për shembull që duhet po më parasysh me kontrollu pak kur e qelim. Çfarë është ai gabimi i thjeshtë që është standard? Janë praktikisht dy gabime. Gabimi i parë lidhet me deklarimin e të ardhurave, parashikimin e të ardhurave, që kanë me kanë për vitin e ardhshëm, ose për vitin e kaluar, varet domon kur e bën taksat, ai bën për vitin që vjen ose për vitin e kaluar. Dhe e dyta është që shpenzimet. Shpjesa më e madhe nuk din me i fut shpenzimet, ose i fusin gabim. Dhe rregullat, çfarë shpenzimesh mundën me fut, ka një set rregullash që janë
që vlen për pjesën më të madhe, por në Norvegji ne kena një taksim personal. Që situata jote personale, ku banon ti, si banon ti, borxhi jot, a ndon borxhin me gruan, a pagun borxhin ti, a pagun borxhin gruaja, a je i martum, a si je i martum, a ke fëmijë, a s'ke fëmijë, këto janë gjëra të cilat janë specifike për çdo person. Dhe në momentin që ti nuk i plotson këto, është gabimi kryesor sepse ty mund të ikin shumë të ardhuna, shumë lekë të cilat ti kishe mujt me kursy. Dhe une kur i ndihmoj njerëz me këtë gjë, gjëja parë që unë i pys me kuptu situatën e tyre familjare, situatën ekonomike dhe në bazë të asaj me nxjerr, ashtu si puna doktorit më lësh, kur shkon te doktori, ai doktori të pyet, ku të dhem, pse të dhem, edhe kur thot që ti i thum dhem këtu kam këtë, atë doktori thot ke këtë. E njëjta gjë është edhe te ekonomisti. Unë të pyes, a je beqar, a je fejum, a je martum, a ke fëmijë, a ke borxh, a ke me gruan, a ke makinë, a ke, ku e ke shtëpinë, ku e ke punën, sa ki shkuta ajo punë, dhe në bazë kësaj është ky informacion që teorikisht gjithkush mundet me e bë vet, teorikisht po i diti rregullat. Po kur nuk i din rregullat? Edhe një gjë tjetër, Bujar, tash ne e din shumicën e rasteve këtë shtet ku jetojmë ne është mirë me pas borxh. Po. Por për mi ka asaj aty tatimit lart, skatit lart që them ne, është mirë me pas borxh, po ku është kufini këtij borxhi për shkak se dikush i ndoshta duke menuar me ik tatimeve të noja mujore ta paguën edhe një borxh. Çfarë sa ka mundësi me dhënë banka, ndoshta pak më tepër me një dallaver të vogël që e bën me një, se tash e ka njoftuar një për shembull një punëtor të bankës edhe ai ndihmon thotë, "Okej, mundësi ti ke 5 milion, po të japim 7." Unë di me thënë që nuk është të vanë, na mundën me thënë që për me pas mundësi me u zhvillu dhe me u rrit, borxhi duhet. Sepse në shoqërinë e sotme, jo vetëm në Norvegji, po kudo nëpër Evropë, pa borxh nuk ka mundesh me bë. Dhe Norvegjia ka një sistem taksimit që 22% e interesave ti kthen mbrapsht. Kështu që praktikisht kostoja reale e borxhit është 22% më e ulët se sa në realitet. Dhe me thonë, nëse ne kena pjesa më e madhe jona që kanë borxhin për banka, e kanë interesin e bankës, po thojmë 5% ose 6%, në realitet nuk e kanë 6%, po në realitet e kanë 4 pikë diçka. Sepse në fund vitit shteti kthen 22%. Kjo është ajo që lidhet me atë levërtin. Dhe ky 22% ti o do ja japish bankës, o po nuk ja dhe bankës, kemi ja dhënë shtetit. Dhe në momentin që ti nuk ja jep shtetit, ja jep bankës, atëherë ti e ke ul interesin, e ke ul në 4 pikë sa, kur llogaritet inflacioni dhe fillon të bën borxhi bajagilir, kjo është e para. E dyta që lidhet me kufinin, kufini është i këshilluar nga ekonomistat edhe nga shteti norvegjes që është 5 herë të ardhunat vjetore. Don 5 herë të ardhunat vjetore të secilit, edhe të shtëpisë. Kështu që pa dyshim një person mundet me pas, po flasim me numra, 1 milion krona të ardhuna vjetore dhe me 1 milion krona të ardhuna vjetore ai mund të pagu borxh 7 milion. Por për me pas një ekonomi të shnetshme edhe me bën jetë normale, atëherë ai duhet me pas 5 milion borxh. Ashtu si puna e saj, tash ai makinë 3 mundet me ble, po mundet me ble edhe Mercedes, mundet me ble edhe Toyota. Kështu që nuk është puna sa mundet me pagu, por puna që është ekonomisht forsvarlit, që është ekonomikisht e përballueshme dhe rregulli është që nuk duhet të jetë më shumë se 5 herë të ardhunat tuaja vjetore. 5 herë të ardhunat tuaja vjetore. Kja ka shumë rëndësi. Në një pyetje tjetër Bujar, tash kemi shumë afaristë apo biznesmen norvegjez që janë top 10, top 10, që nuk i kemi më në Norvegji, kemi jashtë Norvegjisë, shumë kanë ikër shtetet e perëndimit në Zvicër. Dhe kur bisedon me njerëz të rëndopt, takohesh dikon thotë, normal që do të ikimi nga ky shtet se këtu të misin me tatime, kupton. Po të bëjmë me ata apo puna e biznesit apo lidhshmëri tjera kompanive i largojnë këta njerëz nga ky vend. Fatkeqësisht unë vjen keq me thënë, po ju i lexoni nga gazetat në Norvegji ashtu noll për shkak të tatimit të madh të ndaj bizneseve, ashtu noll që ashtu janë të ikë shumë biznese. Dhe ajo që është më e dhimbshme është sepse përveç bizneseve janë të ikë edhe shtresa e mesme që janë të mirë paguar. Norvegjia ka një sistem tatimor i cili është i bazuar në disa pika politike, dakordsi politike, por një ndër gjërat kryesore është që e përgjithshme e sistemit tatimor norvegjez tregon që incentivat për me investu dhe për me rritë si biznes janë shumë të vogla. Gjë që e bën shumë të vështirë për mendjen e Norvegji. Dhe njerëz që kanë arrit biznese, kanë krijuar biznese dhe kanë mundësinë me bë biznes, atëherë thonë ata, "Ok, bota është bë e vogël, unë këtë punë mund ta bëj në Zvicër. Këtë punë e bëj në Gjermani, këtë punë e bëj diku tjetër."
Dhe ke shumë raste të tilla ku kjo gjë ka ndodhur me shumë pjesa më të madhe bizneseve me norvegjez ka ndodhur, dhe ke edhe shumë biznese tjera, edhe biznese shqiptare, por një ndër pikat kryesore të diskutimit të kësaj është fakti i taksave të pasurisë. Sepse taksa e pasurisë në Norvegji është e tillë e cila të ndjek, taksa e pasurisë pak a shumë ndjek lekun. I ki fitu lek ti, taksohesh për pasuri. Ato lek rrin, prap taksohesh. Ato lek ja jep dikuj, prap taksohesh. Trashëgimis, ato prap të. Kështu që praktikisht ka disa raste në Norvegji ku vetëm për shkak të taksës të pasurisë njerëzit janë detyruar me shit shtëpiat me pagu taksën, se s'kan lek. Se ti ndoshta lek s'ke, po taks pasurie të pagun. Kështu që këta janë një ndër gjëra që kur e çon ti në kontekstin e biznesit, bëhet e vështirë me jetu, edhe atëherë ai biznesmeni thotë, "Okej, atëherë më mirë po ikin Zvicër." Gjë që shumë për biznesmenëve kanë ikë kanë ikë Zvicër. Edhe një pyetje tjetër, Alush, se do mikë, po dhe apo pastaj do ta mirësh ti vetë kontrollin edhe programit. Në kompanitë e mëdha ka pas mundësi një punëtor për shembull ta pastron makinën, ta bëjë një lavazh të makinës para se shkon në shtëpi. Tash kjo është ndaluar me rreth shteti, po kape nga kem në kontur, thonë shumicën e rasteve, do të gjobitesh. Po përdore makinën që e ke deklaruar vetëm se përdor për orë 7 deri ora 15, edhe ti do bësh lëvizje me atë, me gjitha logo që i ka makina, do zinjsh, pra do gjobitesh. Pse kjo po ndodh tani, pse nuk ishte kjo më herët? Kjo, Alush, ti me tush, më fal, kjo ka qenë gjithmonë. Rregullat nuk është se kanë ndryshuar. Okay. A thjesht zbatimi i rregullave. Na duhet me kuptu që makina e firmës duhet përdorë vetëm në orar firmës. Në momentin që ti mas orarit punës e përdor makinën, ti ndoshta lën makinën te shtëpia, ti e ban ndoshta se përdor hiç, ama në momentin që ti makinën e punës nuk e dorëzon te puna, shteti norvegjez e llogarit që ti atë makinë përdor për përfitime personale. Ti ndoshta se përdor hiç, dhe në bazë kësaj ti duhet taksohesh muj për muj. Edhe ka një shumë caktuar me 2000-3000 krona. E njëjta gjë vlen me lamin e makinës. Ku e di unë që ti nuk je tu la makinën tënde private dhe makinën e firmës. Ajo që duhet me thënë është që rregullat nuk kanë ndryshuar. Rregullat ashtu kanë gjithmonë. Por praktikimi i rregullave është bën në një formë tjetër dhe ne shqiptarët tash që na kanë ardhur kontrollet edhe ato tash kanë dalë në pak këto gjëra dhe tash kena filluar me u kuptu. Dhe shumë punëtorë shqiptar duhet me ditë që kur një shef i thet që merr makinën dhe përdore makinën, ai është detyruar me ligj me deklaru kush është personi që ka përgjegjësi makinën. Dhe nëse ajo makinë nuk dorëzohet te një adresë e cila është adresa e punës, mund të jetë projekt, mund të jetë adresa firmës, atëherë automatikisht personi që ka makinën nga ana ligjore në një kontroll është i detyruar me u taksu për skat të fordel sepse ka makinë të punës. Ai ndoshta nuk e përdor atë. Por shteti thotë mu nuk më interesante. Ti përderisa ke makinën e punës, pas orarit punës, ti mund ta përdorësh me marr fëmijët, me dal xhiro, me përdor naftën e benzinën. Kështu që është më tepër kjo është një ndërgjegjësim që ka ndodhur dhe jo një ndryshim rregullash. Na po afron ka dalë edhe fundit Bujar, kjo është një nisme e emisioneve sa i përket kontabilitetit edhe ekonomisë, sepse është shumë rëndësi për neve shqiptarë që ta mësojmë sa më mirë, që të jemi më të lirë, domethënë pa stres. Kemi këtu një pyetje, është për nëse njeriu është i smut për shembull, ka një smundje për shembull të keqe ose smundet me punu 100%. Çfarë lavërdie e ka ai, për shembull, ose çfarë mundet me përdor ai te pagesa ose çysh është ajo, s'po di. Kur një person është i smur, kur një person 100% ai merr të ardhurën e tij i merr nga navi, nga zyrat e sigurimit shoqërore. Deri në një vit. Ajo që ka rëndësi më u thon është që kur një person smuret, 2 javë të parë ka punëdhënësi. Dhe mos harrojmë që shumica e firmave shqiptare janë firma të vogla. Dhe nëse një person 2 javë të parë i paguën punëdhënësi. Apo 16 janë IAB Drift. IAB Drift e kanë 16 ditë, po mendojmë 2 javë pak a shumë për me kanë mbrapa. Dhe ai ka 1 muaj. Dhe mas 1 muajit ai del në punë 1 ditë dhe prapë smuret, atëherë vazhdojnë edhe herë 2 javë. Domethënë që një person i cili është
shnosh smur i kushton kompanisë shumë. Se çdo herë duhet 2 javë edhe nuk. Kurse për sa i përket situatave ku një person është 100% i smur, edhe është lang të cykmel, që ashtu ashtu, vetëm një vit e ka përgjithësinë që mund me marrë rrogën e plotë edhe merr nga navi, 2 javë të parë merr nga kompania. Pjesa tjetër mandena nga masat i vitit, atëherë kalon 66%, mund shkojnë edhe 3 vjet tjera. Por nëse kthehet punë, duhet me punu 6 muaj me rrogë të plotë, që me pas mundësi me pas edhe një vit tjetër. Kështu që është arsyeja shëndetësore është shumë e komplikuar, por në momentin që është vënë lang të sy, ka shumë rëndësi me kuptuar që maksimumi i vit është. Tani kur jemi të kjo puna e navit, puna e këtynve që janë edhe në realitet me pension yfëre, pa invaliditetit, a kanë mundësi këto se tash kemi edhe në bazë përqindje se sa ka invaliditet? Fillon ndoshta për 20% edhe deri 100%. A kanë mundësi të jenë marrëdhënie pune, edhe për shembull sa mund të fitojnë në bazë të asaj invaliditeti se kanë përqindje, apo në atë aspektin 100% jenë në pension invalidor dhe ke mundësi një shumë caktuar ta fitosh prapë duke punu? Varet në bazë përqindjes. Ato që janë pension në invaliditetit kanë të drejtë me punu. Po se sa kanë të drejtë me punu varet se sa janë invalid. Domethënë, po marrim një shembull. Nëse një person është në pension invaliditetit 60%, ai mund të punu 40%, domethënë 2 ditë në javë ton jetën e tij. Nuk ka problem. Ama nëse një person është invalid 100%, mas disa viteve duhet mu pas situata, sepse kjo është specifike, nuk vlen një rregull, ai prap ka drejt me punu, po ka drejt me punu për një shumë caktuar. Mund të jenë 50.000 krona në vit ose 100.000 krona në vit, ose duhet me parë nga rasti në rast, nuk mundem me fol përgjithësi. Por domethënë, nëse je 100%, nuk mundesh me punu shumë, por mundesh me punu. Ama nëse je 30, 40, 50, 60, atëherë atë pjesën që ti je shnosh mundesh me punu deri në moshën e pensionit. Edhe një pyetje alush për fund prap, këta që i kemi me këto pensione, a mund të udhtojnë? Domethënë, apo duhet paraqiten tek navi? Që ata kanë si punat tani? Jo, pensionistat, ato që janë pension invaliditetit, ata mundën me udhtu edhe me shku ku dojnë. Ato që janë me raport brenda navit, ato mundën me udhtu vetëm brenda Bashkimit Evropian. Nuk, sepse ligji e lejon që brenda Bashkimit Evropian ti mundesh me udhtu. Nuk mundesh me shku në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, as në Malzi, as në Jugosllavi, në Serbi edhe në Greqi. Në Greqi po. Por brenda Bashkimit Evropian mundesh, sepse ti edhe po ishe i smur, mundesh me shku në Itali, mundesh me shku në Greqi, mundesh me shku në Poloni, sepse e lejon. Është balli i gjyq për këtë punë dhe as sqaru kjo punë lejohet. Përpara nuk është lejuar, tash i lejohet. Por jo jashtë EU-s. Jo jashtë EU-s. Plus pyetja tjetër që po vjen tani kjo radhës, neve kemi shumë njerëz tanë, po pa marrë parasysh edhe nacionalitetet tjera, që kanë punuar për dyqane të ndryshme dhe të avon mundësi të rabatit. Domethënë blerjes pak me lirim. Thotë nuk ka mundësi mos e kemi limiti 7.000 krona, kemi shfrytzuar për punë tona, kështu që nuk kam më. Pse erdhi edhe kjo? Ka qenë edhe kjo më herët apo edhe kjo tani ka filluar zbatohet? Jo, kjo ka qenë. Kjo nuk ka qenë më herët, po ka të bëjnë edhe me atë që ti sapo the, na kena njerëz tonë edhe ata rabatet, uljet e çmimeve janë të llogaritura për një numër caktuar, por vjen një moment që kur ti e sheh që krejt marrin rabat, ajo ndikon te ekonomia e firmës kryesore. Dhe firma kryesore nuk ka interes që krejtve me dhënë rabat. Rabati është vetëm për disa njerëz caktuar, për disa grupe caktuara, për disa klientë. Kurse ne për shembull si shqiptar, tan shqiptar shkojnë aty, tan marrin rabat. Nëse pjesa më e madhe e klientëve janë shqiptar, e tan marrin rabat, ulje çmimit, atëherë edhe i dyqani thotë, unë s'kam dalë me faltu. Sepse rabati do të thonë që dyqani thotë që unë po fitoj më pak. Kështu që a mund të më bë? Po. A kanë kufizuar sepse në këtë mënyrë ulin shpenzimet? Po. Unë mendoja tek ajo se nëse sa më shumë t'japin lirime në këtë formë, kompanitë të reja që ndoshta kanë atë, mund të them, lavërdi ndaj shtetit më të mirë për shkak se kanë kontribuar në atë pjesën e lavërdisë të çmimeve, uljes së çmimeve. Nuk e besoj që i intereson kompanive shumë kjo punë, ajo që intereson është me fitu lek. Edhe me dhënë shërbim dhe të dhanë rabat ulje çmime, ti praktikisht i do thonë që unë du me fitu më pak lek. Dhe kur numri aty që marrin rabat është i madh,
bëhet levërdia kompanisë më vogël ashtu. Sa është, domethënë, në praktik në Norvegji që njerëzit me tmeta fizike dhe mentale të jenë në për marrëdhënie pune dhe të ikin tatimit të VSH-s? Ajo tatimi të VSH-s nuk mundesh me ik, sepse ka të bëjnë me tatimi të VSH-s nuk është puna me i ik, po janë vetëm disa lloj bizneses që nuk tatohen me të VSH. Dhe kjo s'ka lidhje njerëzve me meta menore fizike ose aftësi kufizume, nuk ka lidhje me atë. Ama ajo që mund të jetë është se personat me aftësi kufizume që punojnë në Norvegji mundën me pas fradrag në skat për gjana që ato paguajnë për me kënd aftë me punu. Domthon ato e paguajnë arbeidstrening, mund marrin ytstyr, domthon vegla, gjana, më thash, çdo gjë që i duhet atyne, që shëndeti i tyne me kanë në atë formë që ata me mujt me punu, ajo po i ul taksat. Por nga ana teknike në raport me shtetin norvegjez ato taksojnë njësoj, pagojnë momsin njësoj, kurse për mi u shmang, për mos me pagu moms të vëshën, janë vetëm lloje bizneseve caktuar, që mund të jetë muzikë, art, kulturë, që s'ka lidhje me aftësitë kufizume apo jo. Atëherë, kjo ishte kënaqësi shumë e madhe, pra të bisedojmë me një temë krejt të veçantë për të tjera që kemi biseduar deri tash. Kështu që Kadaldale u afrum edhe deri te fundi. Ishte kënaqësi pra edhe mbram kur kombëtarja që mos talojmë këto fitoj edhe një ëndër pra Kadaldale veç po vjen në realitet ndoshta ku kualifikuam, do të thonë ku do të shkojmë në play-off për Shqipërinë, kjo vlen edhe pastaj Kadaldale dhe Kosovën e shohim nesër se çka do të ndodhë derisa Norvegjia veç e siguroj. Ajo ishte edhe një kënaqësi shumë e madhe, se tash ne që jemi në Norvegji, mundem me zgjedh, për shembull, në Amerikë gjithçysh më shku, në Meksik e kanot, po tash mundem me zgjedh, ndoshta më shumë bileta me ble ose më shumë lojë me këshir. Mund të falenderoj shumë në emën të stafit edhe të Radio Lindjes që ishe sonte bujar, edhe shpjegove shumë bukur, shumë sene. Tash është e jona edhe gjithë atyre pra që kanë dëshirë dhe kanë nevojë, ma me që shumica kanë nevojë për një kontabilist ose ekonomist, pra tash është bujari këtu. Ndoshta shumë keni pyet a ka dikush që e bën këtë punë ose keni shku te dikush tjetër, keni pagu lek faktikisht që më ju ndihmu edhe ai s'u kanë ndihmu hiç, ndoshta edhe s'keni pas çaj pa e pagu. E kjo është ajo e mira që tash e keni bujarin, fol shqip, edhe norvegjisht, edhe anglisht, e shumë gjuhë tjera. Edhe është mirë pra që të kontaktoni sa më shpejt bujarin, sidomos kur afrohen këto mujt, tash e kemi dhjetorin, për kompani edhe kemi marsin për individ. Sa më mirë, sa më shpejt edhe bujarit ja lehtësoni, sepse sa më shpejt edhe ai ta kryen punën, për shembull, nëse ka diçka me kry, nëse jo, atëherë atë këshill që ta jep maje me vete sepse të vijmë për vitin tjetër ose në të ardhmen. Faleminderit shumë. Suksesen punë, suksesen gjitha kompanitë, sidomos në kontabilitet. Shumë faleminderit Sarush, ishte kënaqësi edhe sukses edhe kombëtarëve. Faleminderit. Shqipërisë të Kosovës. Faleminderit. Urojmë që të jetojnë edhe ata, jemi bashkë me ata dhe na. Ku të jenë ata do të jemi edhe ne. Mirë tha Lushi, bileta më shumë. Bileta më shumë, gjithmonë. Në çdo frymarrje, Radio Rind jashtë, gjithmonë pranë ju.